Në Kanë ka nisur panajiri më i rëndësishëm i pasurive të paluajtshme, ku këtë vit Shqipëria përfaqësohet nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit. Mes projekteve të prezantuara në pavionin shqiptar, vëmendje të veçantë ka marrë pjesëmarrja e Bashkisë Sarandë, që synon të pozicionohet si një destinacion elitar, duke tërhequr investime të reja në turizëm dhe sektorin imobiliar. Në Kanë përmbahet panajiri ndërkombëtar i pasurive të paluajtshme, një nga eventet më të mëdha të industrisë imobiliare në rang global. Në mesin e qindra përfaqësuesve nga mbar bota, këtë vit është pjesë edhe Bashkia e Sarandës, e përfaqësuar nga kryebashkiaku Oltion Çaçi. Sipas tij, Saranda synon të pozicionohet si një destinacion elitar, duke tërhequr marka ndërkombëtare hotelerie dhe projekte që do të ndikojnë në rritjen ekonomike të zonës. Imobiliareve, i cili është një pjesë shumë e rëndësishme për turizmin shqiptar. Kjo sepse e bën Shqipërinë jo vetëm një motor ekonomik në raport të turizmit, por edhe në raport të ndërtimit. Këtu janë 100 projekte nga le të themi gjithë trevat e Shqipërisë. Kuptohet që më shumë është përfaqësuar për vlerë shqiptar, sepse aty është interesi mondial. Janë një pjesë shumë e madhe e gjithë çejneve ndërkombëtare, të cilat pothuajse kanë bërë bashkëpunime me investitorë shqiptarë për të bërë hotele e reja, një pjesë të cilat sapo tani kanë filluar, një pjesë tjetër fillojnë së shpejti dhe Shqipëria për 10 vite të ardhshme na jep mundësinë që të kemi një turizëm të qëndrueshëm, por dhe na jep mundësinë që të krijojmë atë turizmin elitar të cilin realisht të gjitha duam, sepse dim shumë mirë që e ardhmja është turizmi elitar. Nga promovimi të investimet, Saranda synon të përfitojë maksimalisht nga këto platforma globale në një garë ku destinacionet mesetare kërkojnë të jenë gjithnjë më konkurruese.